Paqja me ju, o vëllezër dhe motra. Sot vazhdojmë me leximin e kapitullit 15 të Ungjillit të Gjonit. Le ta dëgjojmë. Ky është urdhri im. Doni njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është të jap jetën e vet për miqtë të vet. Ju jeni miqtë të mi nëse bëni çka ju urdhëroj unë. Nuk ju therras mua shërbetor, sepse shërbetori nuk di çka bën zotëria e tij. Unë ju quajta miq, sepse ju zbulova gjithçka që dëgjova prej Atit tim. Ju nuk më zodhet mua, por unë ju zodha ju, dhe ju caktova të shkoni e të jepni fryt, e fryti juaj të qëndroj. Dhe që Ati t'ju jap çka do të kërkoni në emër tim. Këtë gjë ju urdhëroj. Doni njëri tjetrin. Fjala e Zotit. Lavdi ty, o Krisht. Mirë vëllezër dhe motra, Krishti na tregon cili është urdhri i tij. Krejt shkrimet e shenjta edhe shfaqjen e Zotit ne kena mundësi me përmbledh vetëm në këtë gjë. Zbulimi i tij, i Zotit, realiteti e vërteta është duani njëri tjetrin sikurse unë ju kam dashur ju. Ju dua. Zoti na ka dashur deri në fund, në këtë përmasën e kryqit. Kjo është dashuri, kjo është e vërteta. Edhe dashuria Krishti e përcakton shumë mirë, sikurse unë ju kam dashur ju. Krishti na ka dashur ashtu, duke na falur gjithmonë, duke u bindur Atit e vet. Do të thënë që dashuria e vërtet shkon bashkë me të vërtetën. Edhe vërteta është gjithmonë në vullnetin e Atit. Nuk është ndjenja si ndihem unë. Dashuria është diçka më e madhe se kjo. Është me dhanë jetën sipas vullnetit të Atit. Duke u bindur atij. Edhe Krishti na tregon që ai na ofron miqësinë e vet. Ai thot që dashuria më e madhe është me dhanë jetën për miqtë të vet. Ai ka dhanë tashmë jetën për ne. Do me thënë që na ka ofruar miqësinë e vet. Zoti të don me të vërtet. E ka dëshirë me pas këtë intimitet me ty. Si mu përgjigj? Këti ofrimit, kësaj oferte të jetës e vet, duke pranuar përpara këtë dashuri. Edhe duke kërkuar prej Zotit që duke jetuar në këtë dashuri të duam edhe të tjerët. Vetëm nëse kemi këtë dashuri për brenda, që është Shpirti i Shenjtë, kemi mundësi me dash të tjerët. Ashtu si Krishti na ka dash, edhe në fakt ai na ka zgjedhur ne që ne të japim të njëjtin fryt. Edhe fryti është ky. Me dhanë jetën se e ka dhanë. Shpirti i Shenjtë ka pushtet me pa këtë gjë, në jetën tënde dhe në jetën time. Por nëse ne lejon që të veproj edhe ku, sidomos në bashkimi me kishën, sepse në kishë ne marrim këtë dashuri prej Krishtit, në fjalën e tij, në sakramentet, sidomos me meshën e shenjtë, në Eukarisinë e shenjtë, edhe në faljen e mëkateve. Ne nuk kena mundësi me falë të tjerët nëse nuk eksperimentojmë me të vërtet që Zoti na fal. Edhe në bashkësim me vëllezërit, sepse kisha është trupi i tij, edhe në lutjen, jo vetëm lutja personale, por edhe lutja bashkësore. Atëherë kur ajo vëllezër dhe motra Zoti na don, edhe na thot, këtë është urdhrim. Këtë gjë ju urdhëroj. Doni njëri tjetrin. Që lëvdu Krishti.